ekstremist në qeverinë e Izraelit, të cilët mendojnë se ky është momenti për të rrëzuar qeverinë në Iran. E kemi parë se çfarë ka ndodhur në Irak në pas vitit 2003, kur është rrëzuar regjimi i tmerrshëm i Saddam Huseinit, por në fund me pushtimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, me largimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjatë gjithë këtij konflikti kanë mbetur rreth 500.000 të vdekur, por siç thuhet janë musliman dhe në të shumtën e rasteve nuk luajnë rol në retorikën perëndimore. Por këtu shoh vërtet një problem të madh edhe sa i përket retorikës perëndimore ndaj lindjes së afërt dhe problemeve të atjeshme. Zoti Robelli, një pyetje sa i takon të gjithë rolit dhe peshës që do të luajnë vendet e Ballkanit tonë sa i takon këtij konflikti dhe qëndrimet që duhet të mbajnë. Nuk besoj që mund të ketë ndonjë reagim të fuqishëm të si thuash të shoqërive Ballkanit ose një lloj solidariteti me Iranin. Lidhjet me Iranin të vendet Ballkanit nuk kanë edhe aq të ngushta. Gjatë luftës në Bosnjë ka pasur ndihmë ushtarake nga Irani për bosnjakët, për muslimanët e Bosnjës, por kjo është bërë me dijen dhe me përkrahjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me tolerimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që nuk shoh ndonjë rrezik që mund të ketë, si thua, një reagim të gjerë popullor sa i përket këtyre sulmeve, aq më tepër që historikisht të gjithë popujt e Ballkanit, me përjashtim të Serbisë, janë të orientuar pak a shumë me nuanca drejt perëndimit, por varet edhe si megjithatë Serbia ka një lloj partneriteti sa i takon Iranit, lidhur me dronet, kanë përshtypjen që blen nga Irani. Serbia ka një pozitë favorshme gjeostrategjike sepse mund të zgjedhë mes partnerëve të ndryshëm dhe politika e uljes në disa karrige deri më tani është si thua, është shpaguar mirë për Serbinë. Serbia ka raporte të ngushta edhe me shtetet demokratike, edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe me shtete autokratike, edhe me Bashkimin Evropian. Kështu që në këtë drejtim, derisa nuk vjen momenti së vërtetës, derisa Unioni Evropian nuk është në gjendje ta vë presidentin e Serbisë Vučić para aktit të kryer të thotë o me ne, o me autokratët edhe me diktaturat e kësaj bote, presidenti i Serbisë do të vazhdojë me këtë ritëm. Ai ka arritur që në stilin e tij të njohur të shes armë shteteve perëndimore dhe këto armë të përfundojnë në Ukrainë dhe në të njëjtën kohë të luajë rolin e një vasali ose të një partneri të ngushtë të presidentit Putin në Beograd, derisa para disa ditësh shërbimi sekretëros nuk doli dhe tha shumë qartë që Serbia po na e fut thikën pas shpine me furnizim me armë të Ukrainës përmes shteteve të treta. Unë nuk besoj që do të ketë ndonjë ndryshim të madh në politikën e Beogradit. Okej, në ditët që vijojnë, zoti Robelli, shihni zhvillime të tjera se i takon këtij konflikti, pra shihni një përshkallëzim apo palët le të themi do ulen në atë tavolinën e paqes? Sepse Trump thotë që tani duhet ulemi të bëjmë paqe. Po, presidenti Trump thot vazhdimisht, por unë besoj që topi është në fushën e Iranit, në Teheran, dhe regjimin e Iran tani duhet të vendosë si do të veprojë më tutje. Nëse ata vazhdojnë të eskalojnë, atëherë ky mund të jetë një konflikt që nuk do të përfundojë as nesër as pas nesër. Nëse regjimi i Iranit është i gatshëm për negociata, por me kushte të cilat praktikisht do t'i diktojnë tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është çështje që do ta shohim në ditët në vijim, por është shumë vështirë të parashikojmë tani për tani. Sa reale është frika që mund të shkojmë drejt një lufte më të madhe, pra një lufte të madhe dhe gjithëpërfshirëse edhe me aktorë të tjerë? Nuk besoj, presidenti Putin është i zënë me krimet e tij në Ukrainë dhe aktorët e tjerë në rajon, në linjën e afërt nuk ka të cilët do të ishin të gatshëm të kyçeshin tani për tani me njëherë në një konflikt të gjerë, por historia e luftës së Irakut na tregon se
pas 500.000 të vdekurve, të vrarve, pas 500.000 viktimave, pas edhe të gjithë të tjerëve që u lënduan, u acaruan, lindi, u kryua një organizatë terroriste që ishte Shteti Islamik. Domethënë, kjo mund të mobilizoj edhe element të tjerë të cilët tradicionalisht e urrejnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe urrejnë Perëndimin. Pra mund të ketë një lloj radikalizimi. Po nuk e përjashtoj, mund të ketë edhe radikalizim edhe në shtetet perëndimore, sepse nuk luan rol vetëm konflikti tani ose lufta Iran-Izrael, por luan rol edhe ajo çfarë po ndodh në Gaza, që është e patolerueshme, janë krime të llahtarshme për të cilat Perëndimi po hesht, dhe unë mendoj që kjo ka revoltuar jo vetëm shumë njerëz që identifikohen me fenë muslimane, por shumë njerëz në Perëndim të cilët janë shumë koshient, shumë të vetëdijshëm se kjo nuk duhet të tolerohet më tutje. Okej, zoti Qafmolla, leximi që i bët juve të gjithë dinamikës që pasoi pas sulmit në Iran. Në fakt, unë u ktheva pak kujtime në kohë, sepse më kujtua Wesley Clark, që ka qenë generali që u priu sulmeve mbi ushtrinë serbe dhe objektiva tjerë në Serbi, po dhe në Kosovë, gjatë luftës Kosovës. Dhe Wesley Clark më vonë, që ka qenë general amerikan, dhe Wesley Clark më vonë gjatë një interviste ka thënë, ka qenë një panel diskutimi publik fakt, që pas sulmeve të 11 shtatorit në Amerikë, një zyrtar i lartë i Pentagonit e thiri në zyrë dhe i tha që do sulmojmë Irakun. Dhe Wesley thash në Irakun se nuk ka lidhje me këtë punë. Vendimi tha është marrë. Wesley tregon se njëti zyrtar, pas disa ditësh, dhe kjo është bisedë publike, mund të shohim gjithë në YouTube, dhe i thotë që në fakt është hapur lista, dhe ne me që kemi një ushtri të mirë, kemi vendosur që brenda 5 viteve të sulmojmë, si kam shkruar me radhë, edhe Sirin, Libanin, Libin, Somalin, Sudanin dhe Iranin. Irani ka qenë gjithmonë. Duhet kujtuar gjithashtu që Benjamin Netanyahu, i cili gjithmonë ka qenë shumë i nxituar dhe shumë i zellshëm për sulmimin e vendeve fqinje, ishte ai që gjithashtu në vitin 2002, nëse nuk gaboj, para Senatit të Kongresit Amerikan, gjatë një fjalimi tha që kishte prova të padiskutueshme që Iraku kishte armë të shkatrimit në masë. Dhe më vonë qeveria izraelite i vuri në funksion, i vuri në dorëzim inteligjencën e saj të shërbimeve sekrete mbi armët e shkatrimit në masë që patjetër, sipas të gjithëve, Saddam Husseini kishte. Ajo që ndodhi e dim gjithë pastaj që Iraku nuk kishte armë të shkatrimit në masë, pa tentativa për të falsifikuar provat sikur u gjetën, po zbuluan shpejt dhe u diskreditua. E njëjta gjë, duhet thonë njëjti skenar, nuk është larg, po të diskutojmë edhe në kontekst të Iranit. Me të vërtetë që pasurimi i uraniumit i Iranit ka shkuar nivele që janë shqetësuese, po nga ana tjetër duhet të kemi parasysh dhe faktin që qoftë krerët agjencisë po, thanë që kur kemi qenë atje nuk kemi gjetur as edhe një provë të vetëm, por e thanë që tregon që Irani është dhe një bombë bërthamore, nuk thotë që s'ka, po vetësia dhe institucionet tjera të shërbimit sekrete nuk kanë arritur të bëjnë një zbulim të tillë. I thanë administratës së president Trump që sipas tyre ka shumë pak gjasa që Irani, jo vetëm që s'ka janë të sigurt, po që po e krijon, dhe Trump doli par dje dhe tha e kanë gabim, agjencitë e mia, por Trump e dita. Megjithëse president Trump merr informacionet nga Izraeli, i njëjti që dha Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe pjesë të botës informacione kaq besueshme për armë shkatrimit të masë të Irakut në vitin 2012 dhe pam gjithë që ndodhi. Okej, Imam, është një konflikt politik apo është një konflikt fetar? Si ndahet balanca mes këtyre dyjave? Realisht konfliktet shpesh... Ju keni bërë studimet në Jordani, e keni studiuar gjitha të pellg aty të rajonit sa i takon në Universitetin e Shkencave Botërore Islame dhe World Islamic Science Education në Amman. Patjetër që edhe Jordania është vazhdimisht është kufiri kryesor me Izraelin. Luftrat, sidomos të këtyre viteve, patjetër që kanë karaktere politike, nuk diskutohet, por që kanë edhe karakter fetar. Sepse kemi një Izrael i cili është duke zbatu librat e tij si Talmudi, kupton, si e kanë ligjet e veta dhe pretendojnë domethënë kthimin dhe mbledhjen e
Beni Israilve që quhen në Kuranin familjarët, ose Jewish, Jehudit, por këto janë sionistët kryesor, sepse edhe këto ndahen në dy rryma, dhe me thonë, Jehudit që janë në për Europë nuk e pranojnë kthimin në Palestinë, pra vendi ku këta janë vendosur. Në xhami besimtarët, a janë të ndikuar nga këto zhvillime? Çfarë u thoni atyre kur ju kërkojnë që t'ia shpjegoni? Tjetër edhe janë njerëz me ndjenje. Desha të theksoj që ne lutim Zotin që të mos ketë luftë, sepse lufta vetë është një krim. Mirë po, kur ajo bëhet e pashmangshme... Si ndikojnë emocionalisht besimtarët? Çfarë ka ndryshuar te ta kur i shohin këto konflikte dhe dialogojnë edhe me ju? Realisht, në këtë situatë, besimtarët kryesisht përpiqen të jenë gjithmonë në anën e drejtë, pra jo të ndikuar emocionalisht. Për shembull, neve kemi ndryshim të madh me Iranin si degë e cila zbaton, domethënë, rrymën shiite, pra është ndame nga ehli suneti, mirë po megjithse është kjo ndasi, edhe jehud me qenë, fundit janë njerëz. Edhe njeriu duhet jetë humane, sidomos besimtarët, dhe për këtë arsye i kontrollojnë emocionet dhe thotë pse duhet të ketë krime, pse duhet të ketë vrasje në botë. Pse duhet më poshtë gjuha diplomatike. Pak më herët, zoti Robelli solli në vëmendje një rrezik që mund të ishte se i takon radikalizimit. A ekziston kjo frikë? A ekziston kjo? Kryesisht ekziston tek vendet përreth, që është tek vatrat. Se tani po në vende të tjera mund të ushqej grupe të caktuara, të cilat edhe mund të shkojnë drejt ekstremizmit? Mund të ushqej sepse njerëz cilët nuk kanë diturinë e duhur, mund të ushqehen emocionalisht. Pra kur ai nuk ka diturinë e duhur, nuk është kompetent, prandaj janë të diturit o xhallarë të tjerë që gjithmonë njerëzit konsultohen me ta. Edhe kjo duhet të ketë fushë veprimi të madhe, sepse luan një rol të jashtëzakonshëm në rujtjen e rendit qetësisë, situatës, pra t'ju spjegohet, t'u tregohet se realisht çfarë po ndodh. Edhe është realitet që edhe mundet në herë, sepse njerëzit udhëhiqen dhe tërhiqen nga emocionet. Kë bëjnë me faj besimtarët në xhami, në këtë konflikt? Po, realisht ne gjithmonë si superfuqi për shembull kemi ditë Amerikan. Mirë po kur del kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, dhe thot ishim ne ato që udhëhoqëm Amerikën drejt pushtimit të Irakut edhe vrasje, siç e theksoi edhe profesori aty edhe pra tani mund të ketë mbi 1 milion viktima Iraku me atë çka unë kam pa nga statistikat. Tani imagjino edhe sa viktima të tjera do të priten, po kjo nuk i interesoj Izraelit, sepse ato nuk hecin me ato, thjesht vazhdojnë punën e tyre, pushtimet, duke u fshehur gjithmonë në sombrellës e ne jemi të kërcënuar, sepse kërcënohet ekzistenca jonë. Imagjino që Izraeli është fuqia i gjarprin mes të arabëve dhe po i shpërthen njëri pas tjetrit. Normalisht që ka një fajt madh qeveritë e shteteve arabe që unë mendoj që gati kur u pyet domethënë çfarë po bëjnë ato, unë themi që ato kanë vdekur. Edhe nuk janë më gjallë, se me qenë i gjallë, njeriu duhet të reagojë, një president të një shteti të madh për shembull, duhet ta ndalojë luftën. Lufta është çmenduri, është krim. Mirë, po një proverb arab thotë shu, qad asma'ata law nadayta hayyan. Do të dëgjonte po të kishte jetë. Walakin la hayata liman tunadi. Por nuk ka jetë në atë që ti po thret. Duket gati e kot me diskutu tani për qeveritë arabe. Lau nafakhta fi nari la adat. Nëse do të fryhen zjarr do të ndriçonte, walakin tanfukhu fi ramad. Për po fryn hi, ku janë qeveritë? Çfarë thotë Islami për luftën? Islami për luftën është ajo që unë e theksova që në fillim. Pejgamberi i dashur Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithmonë e lutte Zotin që të mos ketë luftë. Pra përparësia e pejgamberit Muhammed ishte paqja. Ishte rruga diplomatike, ishin marrëveshjet. Dhe kur dilte nga këto suaza që nuk kishte mundësi dhe s'kishte rrugë tjetër, atëherë normalisht ishte lufta, se dhe lufta është një mjet për të vendosur paqen. Mirë, po a janë këto luftra me atë që shohim neve, që të flasim në mënyrë drejtë, sepse unë shoh që edhe në Shqipëri, sidomos nga ana diplomatike apo nga ana intelektuale,
më shumë flitet me tifozllëk se sa me realitet. Të flasim një realitet. A janë fëmijë ato në Gaza që vritën? Po edhe qofshin fëmijët e xifutëve, ne kemi qenë ato të cilët i kemi mbrojt jahudit në luftën e dytë botërore. Edhe i kemi mbajtur në shtëpiat tona. Dhe prap do ta bënim nëse ato do të ishin viktima. Mirë, po në këtë rast, nëse vinë kriminalë dhe nuk mund t'i strahojmë ato. Është pa diskutueshme. Si mund të ndihmoj komuniteti musliman sa i takon mos përshkallëzimit të retorikës ose të le të themi të radikalizimit? Po, Ka një lloj frike edhe ju e përmendët edhe zoti Robelli e përmendi. Komuniteti musliman do të kishte rol shumë të madh këtu. Do të ishte direkt pas shtetit ai i cili të sensibilizonte dhe të vepronte me mënyrat, me të diturit, me profesor, me akademik, me gjithë që të sensibilizoj situatën dhe të thuhej njerëzve realiteti. Por realisht siç e dini, edhe komuniteti musliman udhëhiqet nga një rrymë e cila është gyleniste dhe ato nuk e kanë primare këtë punë, të nuk gati duket sikur një sy intereson fare, vetëm një reagim ka pas kryetari i komunitetit musliman Bujar Spahia gjatë këtij bajrami që unë e quajta reagim. Po domethënë ka 2 vite lufta që